Të nderuar musafirë, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar familjar të heronjve dhe dëshmorëve, të nderuar veprimtar, zonja dhe zotrinj. Mirë si keni ardhur në Akademinë Përkujtimore me rastin e 11 vjetorit të kalimit nënshëm të kryetarit Bestidhje Kombëtare Demokratike Shqiptare, patriotit dhe veprimtarit të shquar Emil Fazlia Emil Kastrioti. Në Vernau të Gjermanisë, shoqata Kadrizeka organizoi një akademi përkujtimore në nderim të patriotit dhe veprimtarit të shquar shqiptar Emil Fazlia. Në këtë rast përshëndesim Të pranishmit fillimisht i përshëndeti kryetari i shoqatës Taxhetin Bakia, i cili vlerësoi lart kontributin dhe veprimtarinë e Emil Fazlis në shërbim të çështjes kombëtare. Më pas kryetari i nderit i kësaj shoqate Xhafer Leci, njëherësh edhe bashkëveprimtar i afërt i të ndjerit, solli kujtime dhe informata të veçanta rreth aktivitetit dhe angazhimit patriotik të Emil Fazlis ndër vite. Zotri Emil Fazlia i rrjedh nga një familje patriotike, e cila kishte luftuar pa ndërprerje për shumë vite për bërjen e Shqipënisë etnike. Baba Emil Fazliut Haradini, me shok, kishte luftruar anë e mban Kosovës edhe në Bihor e Novi Pazar. Pas mbarimit të luftës dytë botërore, ai strehohet tek miqt besnik, por mjerisht në fillim të vitit 1947, shpionohet nga njerëz të njohur shqipfolës. Ai i dorëzon armët për mos maltretimin e familjes. Ata e lidhin me një trin të vendosur një nisaj, e cila tërhiqe nga Kuajt e një serbi të një fshati aty afër. Pas arrestimit, pa mbajtur gjyq, fare ekzekutojnë dhe trupin e tij e masakrojnë në mënyrën më barbare. Në moshën 10 vjeçe, Emini mbeti jetim me vllain e vet të vetmin, Selmanin, cili është këtu. Në këtë akademi përkujtimore morën pjesë edhe përfaqësues të konsullatës së Republikës së Kosovës në Stuttgart, Arbëria Shabani dhe Gramos Berisha, të cilët me fjalën dhe praninë e tyre nderuan figurën, veprën dhe kontributin e çmuar adhetar të patriotit Emil Fazlia. Në emër të udhëhecit të konsullatës të Republikës Kosovës në Stuttgart, ju falenderoj përzemërsisht për ftesën dhe për organizimin e këtij aktiviteti përkujtimor. Historia e mërgatës tonë në Gjermani është ndërtu fal kontributit, sakrificës dhe përkushtimit të shumë veprimtarëve e patriotëve, të cilët në periudha të ndryshme u angazhuan në rujtjen e identitetit kombëtar, në organizimin e komitetit shqiptar dhe në avancimin e çështjes kombëtare. Fjalë rasti mbajtën edhe bashkëveprimtar të tjerë, ndërta Baki Mustafa, i cili solli momentet e veçanta nga takimet dhe bashkëpunimet e tyre në veprimtarinë adhetare. Isha në zyrët e shoqatës Migjeni në vitin 1991, si kujdesar. Shoqata Migjeni në Ljubljan u regjistru në vitin 1990, e vetmja shoqatë në atë kohë në Jugosllavi, e cila nuk u regjistru me ligjet jugoslave, po u regjistru me ligjet e shtetit sloven. Telefonon një burr nga Gjermania, unë e qellova në zyre, edhe më thot, u më quajnë me disa emra. Unë i tham, nuk ka rëndësi me sa emra të quajnë ty, po me rëndësi që unë dhe ti flasëm shqip. Po thot, më quajnë Emil Fazlia, Emil Kastrioti alias. Thot, jam kryetari i Besëlidhjes Kombëtare Demokratike Shqiptare, kisha lexu për Besëlidhjen Kombëtare Demokratike Shqiptare, për ëndërshën, për vazhduesit, për gjithë ata që ndër vite farikisht luftuan për të bashku Kosovën me Shqipërinë, po edhe troje tjera shqiptare, Gajmer Berisha, Hilmi Spahiu, Gjon Sereqi dhe shumë tjerë. Dhe Bacamin ishte vazhdues i atyne burrave të mlaj me Tosh Krasniqit dhe shumë tjerë. Jaja Gashi dhe bashkëveprimtar të tjerë potencuan ndikimin e madh patriotik të adhetarit Emil Fazlia në momentet kyçe të lëvizjeve kombëtare në diasporë dhe më gjerë, duke vlerësuar rolin e tij të rëndësishëm në organizimin dhe fuqizimin e veprimtarisë adhetare.
unë kisha më ndalë vetëm në dimenzionin njerëzor, sepse unë e kam pas fatin me të vërtet me njoft në aspektin njerëzor edhe në aspektin familjar. Në atë aspekt Paci Armin ka qenë një njeri i jashtëzakonshëm. Është shqiptari i parë që e ka majt proces verbalin edhe i ka mbledh shqiptarët e Grepingenit kur është formuar shoqata në Naterjes. Në vazhdim, ftojmë Esat Hulaj, ish kryetari i Degës Beslidhës për Gjermani, për fjalën e tij kushtuar figurës Emin Fazlis. Të nderuar bashkëdhetar, motra dhe vëllezër, të nderuar familja Emil Fazlis, të nderuar kori diplomatik, të nderuar përfaqësues të shoqatave dhe klubeve, nderim i veçantë ju shkon shoqatës kulturore shqiptare Kadrizeka. Pathyesisht se 90% kam qenë në udhëtime zyrtare me zotin Emil Fazlis. Tani ftojmë Idris Sinani, veprimtar dhe njohës historisë sonë kombëtare me temën Emin Fazlia, personalitet i madh i vlerave tona kombëtare dhe historike. Vëllezër dhe motra, kam pasur nderin ta njoh personalisht Emin Fazlin dhe të jem bashkëpunëtar i tij dhe veprimtar kombëtar shqiptar. Ai më kishte autorizuar që veprimtarinë e BKDSH të shrija edhe në trojet e Ilir Roderdane në Maqedoninë. Në shenjë falënderimi për organizatorët dhe të pranishmit, në emër të familjes i përshëndeti Selman Fazlia, vëllai të ndjerit, duke shprehur mirënjohjen e tij për respektin dhe nderimin që u bë figurës dhe veprës së Emin Fazlis. Nuk e kam ndërmend mjaft ju flas, sepse ju dini për shumica dini për veprimtarinë edhe ne keni qenë bashkë veprimtar. Një numër i madh për jush këtu, bashkë veprimtar në punën adhetare që ka bë Bali. Bali kam thonë që ashtu gjithmonë na kemi zakon tonën dhe se nemën s'kam ujtë me sfiren. Ai jetën e vetë që e pa, sa e kishte, djetë, ja pat kushtu qashtës kombëtare dhe bashkimit kombëtar dhe krijimin e Shqipënisë naturalit, si thoshte ai, atë Shqipërinë. Ai ka pas atë hartat e vjeta, që i ka thonë, kur e ka kriju Zoti, po uroj që pasardhësit të mi, edhe trit edhe njerëz të tuj, të arrijnë, pse jo edhe na, që ta shohim atë ditë kur do ta kemë Shqipërinë tonë